Mirë se vini në podcastin As Travel. Unë jam Flamur Bakhtiari, themelues dhe CEO i kompanisë As Travel, e cila ndër vite ju ka shoqëruar në eksplorimin e destinacione më të reja dhe më të bukura të globit. Dhe unë jam Vesa Morina, drejtoresh e shitjes dhe marketingut në kuadër të As Travel. Me udhëtimet edhe eksperiencën tonë edhe gjithashtu me pasionin që kemi për to, dhe së bashku me eksperiencat e klientëve tonë, kemi vendosur që ta sillim këtë podcast tek ju, ashtu që të sillim eksperienca nga dora e parë dhe të ndajmë me ju histori emocionuese, por edhe frymëzuese me gjithë audiencën që na ndjek. Qëllimi i këtij podcastit është që me nda me ju historitë dhe emocionet nga gjitha destinacionet përmes eksperiencave tona dhe të klientëve tonë. Përmes kësaj platforme do të ndajmë me ju historitë vërteta, aventura të bukura dhe gjëra reale, të cilat do ta bëjnë udhëtimin edhe më të veçantë. Gjatë vite kom ndjenjë joshje për të pa eksploruarën, gjë që më ka detyru me vizitu vendet e cilat nuk janë vizitu nga të tjerët më herët. Edhe gjithë këtë eksperiencë me transmetu të klientët tonë, të cilën ndër vite përmes komunikimeve në rrjetet sociale e kemi transmetuar. Por nga kjo lindi një ide të transmetimit të informatave dhe eksperiencave në një mënyrë krejt tjetër. Përmes podcastit të As Travel planifikojmë që të gjitha eksperiencat jo vetëm tonat, po edhe të klientëve tonë t'i transmetojmë nga dora e parë. Qysh edhe ka thonë Ibn Batuta, udhëtimi të lem pa fjalë dhe pastaj të bën një tregimtar. Edhe ne po fillojmë këtë emision e parë me tregimet më të bukura nga ne dhe nga klientët tanë, të cilët në podcastet në vazhdim do na tregojnë për përvojat e tyre, eksperiencat dhe të gjitha përjetimet të mira dhe të këqija që kanë pas gjatë udhëtimeve të tyre. Sot kemi kënaqësinë me i pas dy mysafir shumë të mirë, një çift cilët pjesë tjetës tyre i kanë bu udhëtimet dhe i kanë bu si pjesë të pandashme pra tjetës tyre. Mund duhet me i prezentu pa tjetër, sepse ka një bagazh të madh prapa vetës, profesional por edhe personal. Flasim këtu për doktoreshën Venera Berisha Muharremi, interniste endokrinologe dhe diabetologe. Zonja Venera punon në klinikën e endokrinologjisë në QKK dhe është themeluese e poliklinikës Endomedica me Selin në Prishtinë. Zonja Venera është profesoresha e parë dhe vetmen e endokrinologjisë dhe diabetologjisë në katedrën e mjekësisë interne në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, si dhe endokrinologja e parë në Kosovë, duke pas një bagazh super të madh për pasaj me punime shkencore e ftuar në konventa të ndryshme ndërkombëtare, si folse e fushës së saj, dhe gjithashtu është shumë e rëndësishme të cekim që është fotobiomodulistja e parë dhe ndër 5 fotobiomodulistët në të gjithë botën. Pra e kemi një kuadër super të fuqishëm në fushën e saj. Dhe për të vazhdu me bashkëshortin e zonjës Venera, zotrin Dritonin, i cili është një avokat dhe profesor i lëndëve penale në Kolegjin AB dhe mund të themi një profesionist me renome i fushës së vet. Dritoni ka qenë gjyqtar nga viti 2006 në gjykatën komunale, në gjykatën e Qarkut Prishtinë dhe gjyqtar në gjykatën e Apelit të Kosovës, si dhe antar i KGK-s, ndërsa si avokat punon që nga viti 2022 dhe është aksionar në shoqërinë e avokatëve Pro Juris. Pra, është përfaqësues ligjor i mbi 20 kompanive më të mëdha në Kosovë, përfshirë edhe komunën e Prishtinës. Zotri Dritoni ka doktoruar në Sarajev dhe është koautori 5 librave universitar nga fusha e kriminalistikës dhe gjithashtu i 10 punimeve shkencore nga kjo fushë. Pa humbur kohë, vazhdojmë me prezantimin e mysafirëve. Zonja Venera, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjejmë. Faleminderit shumë për ftesën. Është s'pari të them kënaqësi me qenë me juve në shoqni, por është gjithmonë kënaqësi edhe me udhëtu me As Travel, kështu që pa hezitim fare e kemi pranu ftesën me ju i t'jemi në podcastin e parë, në serinë e parë të podcastit juaj.
Kënaqësia është gjithmonë e jona, zotëri drejtor, nëse keni Faleminderit ardhur. Vesa, faleminderit Flamor. Është kënaqësi me udhthu me juve, po edhe udhthimet tona që i bëjmë na krijojnë një kënaqësi të veçantë dhe këto eksperienca është edhe ma kënaqësi që t'i ndojmë sot me audiencën e juaj. Shumë faleminderit. Unë po besoj që kanë audienca që ka me ndigju në vazhdim dhe nuk e besoj që dikush për juve ka me ndryshu kanalin dhe ka me vazhdu me qëndru me neve sepse kemi historie super interesante prej këtij çifti super të mrekullueshëm. Bretona dhe Venera. Pedina që në kalumën ndoshta mundësi të udhëtimit në destinacionet e ndryshme janë kone të limitume të e pas parasysh se na janë servu destinacione si Turqia dhe ato të zakonshmet. A mundeni pak me na tregu si ka lind ajo dashuria, a u kon Venera ajo që ka dhënë shtytje për me shku destinacione të reja, a bashkaresht, a jeni kona njani për juve person që e keni dash komfortin, ndoshta në destinacion me shku në Turqi ose me shku në Bullgari dhe mos me ndru shumë, mos me lëviz shumë. Ku shukun të ju ai personi që nuk ju kalon rahat me diçka të zakonshme dhe u kon non-stop në kërkim të asaj të veçantës. E para ne zbashku jemi që gati 33 vite, dhe mbi 20 vite kemi martes, dhe udhëtimet tona, pushimet tona kanë evolu gjatë kësaj kohe, sepse ne e dim edhe koha si ka qenë edhe para luftës, pastaj pas luftës, një kohë shumë e vështirë rindërtimit, mirë po pasioni për me qenë maj madh i udhëtimeve ka qenë këto 10 vitet e fundit, ndoshta prej 2014 se kënej, kur ne kemi fillu me i vizitu vendet për cilat kanë qenë do të thotë jashtë atyre standardeve që i thatë edhe ju, që ka qenë Turqia, Greqia, edhe Bullgaria, pra ne filluam të vizitojmë edhe të udhtojmë në vendet cilat kanë qenë pak ma ndryshe apo ma mirë theme egzotike në raport me këto që kanë qenë standarde. Mirë po, për mu përgjigjë pyetjen e tonë Venera është ajo. Se si avokat, po më përgjigjet, ku shukon ajo? Venera është ajo... Sa vështirë. Jo. Dhe une jam, do të thonë, kom kritika edhe për Venerës dhe për vajzave, s'kom pas qef fort me ndru destinacionet. Peshu që Venera ka diçka me treguar. Kështu, unë Flamor prej fëmijë kur kam qenë, nashta shkollës fillore, moj me thonë klasa 5, 6, kur kemi fillu gjeografin me mësu. Gjeografi kam qenë nxënëse që e kom fitu vendin e parë në përgarat Kosovës. Edhe se cilin vend që e kom mësu, ka qenë një dëshirë jashtëzakonisht e madhe me shkelat vetë. Kur e kom mësu për, do më thonë, për turizmin ati vendi, sa është i zhvilluar, për ekonominë, për kulturën, për muzeet, për gjithçka të vendeve të ndryshme të botës, për gjeografi të botës, po flas kur e kemi pas në plan program, ka qenë ëndër, kom ra me flet, ju më qutu menu, a kom e shkel në herat vend. Do më thonë, ka qenë një pasion pi kur fëmijë kom qenë. Edhe shumë herët kom fillu me udhëtu, edhe si studente, edhe pastaj si mjeke re, na mjekët jemi të njoftu në botë gjithkund që na bjen me udhëtu, për shkak të konferencave, kongreseve, simpoziumeve që mahen lami tonë, mahen në përvende të ndryshme të botës, edhe me qenë në hap në profesion tonë, duhet mi ndjek edhe ato konferenca dhe edukim të vazhdueshëm, dhe më ka ra qysh herët, do më thonë në vitet e 2000-ta me shku edhe me udhëtu nashta edhe vetë. Lufta në familje të na ka qenë me ndryshu dritonin.
Ku ka shku Dritoni ma Dritoni herët, ka qenë shumë konvencional, edhe një vend që e ka mësu, edhe Onira Hatna, atë vend s'ka dosh me ndru, nashta me vitet tona, edhe qefi ti ka qenë dikush me qudit e hoteli, ky me hi në hotel, më s'me dalë pi hotelit. Kështu që ato resortet e Turqis kanë qenë paroj sa Dritonit, përderisa unë gjithmonë e kom pas atë shpirtin e eksplorusës, edhe 2 herë me shku me një vend mu ka duk tepër e mërzitshme. Gjithmonë kom dash me pa vende treja, me pa kultura treja, me pa njerëz me jetesa të ndryshme, edhe e kom hek me bind, edhe me ndryshu. Po tash jemi mirë, jemi në gjatësi valore të njëjta. Ke ai tipping point, kështu që u bënda, cila taktike, pak edhe mi mësu dhe qikat e reja, se nështë ta kanë kësi sfida. Po, tu i tregu, tu e mësu. Me bind ka qenë vështirë, po mas nej jemi na dytë sa Dritoni jemi shumë gjatë bashk, edhe me kalimin e viteve kemi fillu mi në gjanje një tjetrit. Ma shumë jemi tash si vlla e motër. Në restorane, kur shkoj edhe kur porosisim njejt, gati, më thojnë qka e ki avokatin, a e ki vlla. Qaqë, kemi fillu me qëtën. Vlashko, qa vone Vlashko. E itinerarit zakonisht kush i bën tash në ustime, do me thonë, cili është planifikusi ma i mirë për juve të dyve? Unë shumicën e kohës kom komunikim me Dritonin, sepse Venera ka njerë është pak ma e zonën, edhe normalisht me pacienta, kur je, dërsa Dritonin e ka pak ma letë, se i kryen seancat, edhe mandi nuk e ki qatë barierën. Edhe jemi kojshi këto me zyra. Po, e kështu që me Dritonin shumë a shpesh kemi, e di që i bën edhe Dritoni itinerarit, po e di që shumicën e kohës në mramje, pa e marrë aprovimin e Venerës, së më konfirmon kur gjo. Zakonisht, kur e vendosim një pik, një destinacion ku dojmë me shku, unë veç i kam një idejat, që kemi me po, edhe vendet ku kemi me vizitu, mirë po, ja thom si shkurt Dritonit, edhe mas një Dritoni po, pa vesën, s'kish qenë kur gjoha e kompletume. është edhe tash, jo se jemi këtu sot të ju, po është e vërtet që këto vendet që janë pak ma egzotike, apo pjesa Azisë, Afrikës e këto, ndihmën më të madhe na jep një dy, sepse në shumicën prej këtyre vendeve ju keni qenë para neve, edhe keni një eksperiencë më të madhe, personale. Edhe jeni një qift i cili po ashtu jeni eksplorus, e dini çka o mirë, e dini vendet ku, edhe zakonisht na bëni një plan, dhe sidomos edhe një organizim që na mos me lodh kryt kur shkojmë sa i përket tureve, ndryshme vizitave, kështu. Pra, është një kombinim mes juve, Vesës e Flamurit, sidomos Vesës, e normal edhe Venera, cila edhe pse është shumë në zonën, po e gjon një kohë që me i konfirmu edhe njerë me i rishiku që atë itinerar dhe në fund me adhon vullën që me bënë ose nuk bënë. Ama është letë edhe me pas punë me juve, po flasë për anës profesionale tamë, sepse e dini që ka dëni. Kështu që nuk kemi asë njëherë... Përvoja, se mas kemi ditë për para, po të shku, të vizitu, tash do më thonë veç që e kena një farë për çdo qytet ose për çdo shtet ku shkojmë, edhe pse nështë është i panjoftun për neve, koncepti të mendumet e të shëtitjeve, udhëtimeve është prapërsisht i njëjti. Vetëm ndryshojnë ato pjesë të vizitave, dikush i ka ato pjesën historike të vetëm, kulturore të mira, po si koncept është prapërsisht njëjti. Edhe me duke udhëtu, duke pa vendet të ndryshme të botës, pak a shumë edhe e fiton ato shijen se çka po kërkon. Edhe qa shije pastaj mundohesh me gjetën se cilin vend. Edhe automatikisht ajo pak të orienton, edhe është ma letë se cilin udhëtim ma tutje, është ma e letë zgjedhja.
Ju jeni të udhëtar të Astravel që një kohë gjatë. Cilat kanë qenë përvojat e mira, ndoshta edhe të këqija, ose organizimet që ju kanë lënë bresa, ndoshta edhe ato komplikimet që i kena bo gjatë rrugës, të bo kombo, të mos ju lënë rahat me najt me një vend, qa këshit vequ prej destinacioneve që i keni vizitu ndër vite? Po që mund të lidh pak më herët me pyetjen pak më herët, kjo ndërlidhet pak a shumë edhe me juve dëve. Më thonë, pse? Për shkak se disa vene cilat për neve, po folim, jo për neve më e venerën, po në përgjithësi janë pak si të pa njohur, na e kena pas shumë ma letë të pas juve. Edhe po flamuri Kështu ti për shembull e ke atë si më thonë, e ke atë aftësinë me abo çto kombinimet me pas të tilla që janë të paharrueshme. Edhe nëse të kujtohet sa herë kena dërgu video të urime, po jam ka uru venera shumë herë. Se për shembull edhe beson që kohët fundi kena ndrejsh raportën me vesën kështu edhe na vishina ndoshta pi urimeve të juaja. Për shembull, nëse të kujtohet kur shkuam prej Singaporit për Kuala Lumpur kombinimin, ti na propozon në zyre ti insistojshe me shku drejt Singapur Kuala Lumpur edhe tha ju propozoj një si më thoni bregdet që është Besaro, edhe kur s'kishëm dëgju aso në Azvenira. Se kemi pas si pikë heq në men me undalë atë. Ajo konë eksperiencë e paharrueshme për shkak për neve edhe së më rongë të rejshëm edhe me vitë. Edhe kur jemi... Njerë e kom po vdogën Hulaj e kom kër më ke Hulaj! Se me detaje me që i ke... Aj pushim ka qenë tepër i mirë se ardhë, nuk pa që halot tepër atë periud ka qenë engarkume edhe në atë Hulajën, flamur të pipsha për shnet, po ku ke ditë me si për shpirtemi. Që kjo është edhe përparësia e juj, që ju i keni shëtit këto vene, njëjtë është edhe me Tajlandën, tash për shembull kombinimi Bangkok, Phuket, Burasari, këto, do të thonë ato kanë ide të juaja, kanë ide cilat ndoshta na me na pas dhënë neve mundësinë tash me Google e këto na është edhe i gjoni ere, po tjetër është kur për shembull ju dy e keni qenë aty, thonë ky hoteli valla nuk bën, ose ky destinacioni pak i mërzitshëm, ose kjo tura është pak e lodhshme, kjo nuk kombinohet me këto, ja u kishim propozu këto, do të thonë deri që tash besoni jo pse jemi këtu sot te ju, po nuk kena ndonjë eksperiencë të keqe, ose si me thonë që na ka dëshpëru ose që kena ra pishman në ato kombinimet cilat ju dy neve na i keni propozu, cilat i kena pranu dhe i kena shiu. Me cek edhe vajzat. Do të thonë edhe vajzat, qatë që kanë besim në juve, sa që kur ishim tash në udhëtimin tonë të fundit në Tajland, kur shkum në Railway Market, cilin Dritoni ka insistu me shku, definitivisht Dritoni ka qenë insistu si zbon pa Railway Market, edhe Lea ka ndigju që Vesa ka thonë valla Zdia kam ju pëlqy qikave, diqka më s'po fështirohen, edhe kur ishim aty theke, gjithë ta shetut je veç Vesën me, e din Vesa ku duhet, jo papin, si jemi na për këto, si jam unë për këto. Kjo është shumë e rëndësishme se kur fillon me imësu edhe klientët që i keni, se tash na edhe jemi bu miq, edhe njëna prej arsyeve pse unë e du këtë profesion, është sepse ndoshta shumë klient jemi shëndru në miq, edhe kjo është një pasuri shumë e madhe pra përveç tjerash. Po është shumë e rëndësishme kur ke konsistencë diku, sepse ti ja mëson shijet ose shijet që thojmë na, edhe e din ku ja vlen edhe ku jo me dërgu dhe çka mi propozu dikujt. Diçka që për shembull që si me thona kimia në mes neve dy çifteve që jemi këtu, që na ka, si me thonë, na ka gjetë një emrus për bashkët është, jo veç të udhëtimet, po na kena edhe një, si me thonë, një shije të ushqimit. Për shembull, gati në çdo udhëtim që shkojmë, Vesa me flamurin edhe restoranët na kallëzojnë. Është mirë
me shku qëtu, mëngjesin me hongër qëtu, drekën këtu, darkën këtu, kjo bën me fëmi me shku, kjo s'bën me shku me fëmi, edhe ajo është plus një ndihmesë e madhe që me shku, tash nëse flasim për Prishtina sot që vogël e ka me qindra me mija lokale, e le mo në qytetet që janë 10 milionshë, 5 milionshë, cilat me pas një referencë të një shumë. E kështu që kjo nështë ka qenë edhe ndihmesa ekstra jashtë aty në përzgjedhjes destinacioneve, me kompletu për udhëtimi, akomodimi, po edhe zbavitja ushqimit. Bile tash edhe kur shkojmë shpesh, qëtash që kem për vitri në Budapest me vojza, në hotel aty shkon ish bari, kështu venira po thot, ti shkon flamurit, thash një espresso, para se me dollë qytet, një espresso e kish ritualet. E kish kry këtu. Në Parisi, në kafe në Budapest, si kom hyë i kom po ato karikat e shanku, tash për mdo këtë po e shofra. Vesat ka zonë për jena konë. Flamuri zakonisht në udhëtime, megjithëse tema e një të dy, po gjithsesi në udhëtime, do të thonë gjithmonë mundohet më bogati më shpejt, edhe me dalë poshtë me ja kursu veti qatë ritualin e espressos, kështu të E kemi pa dhe më Me duke. ditë këta të banesave ku jetojnë ana e këshin bu poshtë një banë, se myt në ato pritë, dhe to e pritë në sot Special për njërësit në flamurin. krejtë, do më thonë dhe sa të bëhet gati, kështu që sheq fa sfide komune. E përmenet që qika ka thonë nga nevesën, qëfar thanje ka bo qika kur i një shku do destinacione që u konë është ta ushqimi ose diqka pak ma e kushtueshme. Po, ajo leja vajza mo dhe kalon një fjallë. Se dhe ne ka gati Edhe na tash, dojna me qitë qëto dikon si kësi kvot që i bojnë, ka gati që 15 vjetë që i përdorim, zakonisht për para thash dhe meret, kena pas gjithmonë punë që kena tash për shumë, edhe na nikit të thonë shtrejt, kjo zë jo babë zbën këto se shtrejt, kjo shtrejt dikur u lëth, i thonë na shtrejt, a babë tha nuk e na me fitu këtu. Lena ato shumë shtrejt. Edhe tash e kena për Tash e diçka, kemi shkojmë çdo qëto kohë. pak shtrejt, po si që ka kundeja, si na me fitu. tash e patëm diskutimin edhe në mangë kur ketë, tha, valla tha këtu po ka ushqimi, adin i shtrajt. Unë tash veqa kthesha, po si një shku me fitu, adin. Kur jam i të fëmit, po du me ju pyet sa ka qenë sfiduse, sepse ju keni udhëtu dhe kur i keni pas vajzat më të vogla, ato tash e kanë kriju një stabilitet moshës, po sa ka qenë veri sfiduse për ty si non me vajza me udhëtu, edhe po edhe për nga aspekti profesional, sa e rekomandon edhe në aspekt thjesht të shëndetit mendor, të mirëqenies të fëmijëve, sa e rekomandon udhëtimin me fëmijë dhe çka mendon për këtë çështje? Në aspekt profesional si mjeke, unë mendoj që fëmija duhet me u akomodu në çfarë do ambiente dhe duhet me u mësu me kohë, do më thonë edhe në udhëtime, edhe në veturë, edhe në aeroplan, edhe ato shpesh bile më pyesin tash, më thojnë kur i ndigjojnë bebat në aeroplan tu qajt shumë, e tu mësu rahatu heq, mama kemi qajt edhe na, kur kemi udhëtu kështu me aeroplan, se kemi udhëtu me vajzat prej bebat vogla. Po. Edhe sa kemi qenë pa vajzat, kemi udhëtu shumë, po edhe me to prej të vogla. Edhe me të vërtet s'kan qajt. Arsyeja ka qenë që ne të dytë e kemi dit ato me çka zbavitën edhe ju kemi marrë me veti, ju kemi marrë lodrat, ju kemi marrë me çka janë angazhu, në mënyrë që ato mos me hetu as që janë në alësi, as mos me pas problem se kanë njerë bebat e vogla, kanë problem me presionin në vesh, në hun, edhe nuk e kanë hetu kur nuk na kanë qajt. Kjo mendoj edhe është pse prej kur kanë qenë shumë të vogla janë mësu, edhe mësu në gjithë farë rrethana. Për mu ka qenë tepër vështirë. Ndrimi i hoteleve, ndrimi bartja e shumë teshave,
pastrimi i atyne shisheve të formulës në për hotele, ka qenë jashtëzakonisht e vështirë. Po që ka qenë pasioni jam për udhtime i madh, që s'mu kanë duk heq të vështira, edhe kanë qenë krejt të i kalufshme. Unë thashe, është një pasion që e kom pi fmi, edhe së mnal. Kur gjosëm. A i kënë bjen ato momente që është vështirë, a tash po të kujtohet që ka qenë vështirë? Në ato momente hitë se kom di. Po pra, se ndështë adrenalina në ato momente hitë se kom di. Unë gjithmonë edhe tash ende. Kur kemi me udhëtu dikun, jam qashtu emocionume që një avë për para bëj plane, natën menoj qa ko me bo, qa ko me marë me veti, qa që jam e preokupume që kritë këto problemet edhe të punës edhe angazhimeve më rahatohen një javë para se me shku, atje knoqna edhe kur të kthehna masne ende shijaj. Edhe gjithmonë ka qenë që është. Edhe me vajzat është interesant, si Venera në ato të dyjat, për shembull, nuk e kanë atëfar, si më thonë, konceptin e të mendumit për tesha sa kena me nej. Si për 2 ditë, si për 10 ditë, ato gjithmonë koferat e mëdhaj si cilla me këto, e unë e mes me një kofer të vogël ose lypi pak vend të këto 3 valigjet e tëne, që ato unë e kam problemin ma të madhë, se du të mja u bo gati mjë një musa, nuk janë bashkë që mujnë mi bo vetë. Për ndryshe, tash ato kanë kriju një stabilitet të udhëtimit që nuk e kanë gajle, a është 1 orë gjysë udhëtimi, a është 11 orë, 11 orë 20, ato tash e kanë krejt njëjtë, edhe e din për shembull për çdo qytet ku shkojnë ose në qytet që kemi qenë, i din edhe lokalet, e din ku me shku, baba kena me shku atje, po krejt, më thonë, kjo ju ka jep atyne me qenë, si me thonë, me pas një eksperiencë ma të madhe në raport me ato që atë thonë ma herë të regionit. Valigjet janë gjithmonë problem. Se na trijat gjithmonë marrim tepër. Dhe në vesa se gjithë shkojnë edhe ka një. Në moment fundit shtohet edhe një valigje, edhe gjithmonë e kemi problem, edhe gjithmonë dritoni ban piskam. Ajo është e pamundshme. Tregon pak për pismamën në Firenze, kur kemi qenë të 4 te koncerti Andrea Bocellit, flamura po të kujtohet? Kjo kështë edhe maketësënë? Ja, kjo udhtimi udhtimi i neve 4 bashkë për Firenze, për koncertin e Andrea Bocellit, mu m'ka knaq. Adim se m'ka knaq, se mu dritoni m'shtini mi shti me një kofer të vogël, 2 bashk, krejt duq senet, qa që i dhnova, asë m'kish lon me marrë, shka e disha që i më vynë, veç mi heke, kështu s'ki me marrë të ke, veç një valigje dhe azi që mirët naltë në kabin, s'ka 2 bashk kemi me marrë, kur keni dalë, jo. Me 4. Ato valigjet e mdhaja, edhe kur i kom pa, veç kom thonë, që shkohet në ftemë me që valigje. A pi bojnë na, pi bojnë aeroplane. Ti një valigje të madhe, sa për veti, vesa një valigje të madhe, thash që shkohet, buria, ma prune shpirtin në fëtë. Edhe unë e kom pas mos me munu, se tani po do të me e kuros prapë. Ja, më në keni pështu, prej ati udhëtimi, mo e marrë unë e vetë një të madhe, s'ka. Jo, ta rrisë në filetojnë, thët, 20 kg që ekstra. Ja, prej Firenzës, mu s'ka diskutim, edhe veç i thomë, vënu për pak si flamuri, dhëtë ka një valigje të madhe. Sa ka rëndësi komforti në udhëtim edhe cila është diferenca, po flasim komfort edhe në hotele, po edhe në aeroplan. E për me në udhëtimin 11 orë, a kështë udhëtu ma përpara ekonomia, biznes? Jo, shqyqa, njeri si natyre ka letë mësot me të keqen, për shumë një letë mësot edhe me të mirën. Shumë ma letë. Në një moment të caktum të menon që është që ajo ma e mira. Për shembull, për foli para 15 vjetë, 2-13 vjetë, se ke ditë që ka dhe ma mirë, që ka ma komfort, mandej shumë është me rëndësi me pas që ato që tha vesa mja mësu klientit
shijen edhe mundësinë, dhe me ditë ku ka qenë për me shku ma mirë, sepse nëse ka qenë ta dhom një vend mirë ti tash e qenë pak ma keq në ma që del dëshpërim. Dëshpërohet. Mirë po, komforti është shumë e rëndësi për ata që kanë mundësi, normal, po edhe me e kombinu me buxhet, sepse më thonë është eksperiencë e madhe që se ti u thënë me business class, me ato që u thënë me economy class. Na shpesh bojmë kombinime, që ka të shkojmë se më varet edhe ka vene. Se në shpesh, s'ka u thirë që nuk shkojmë me kështu me bo upgrade te agjensionet aty, po shpesh e ndodhë që nuk ka ven, po shpesh e ndodhë që çmimi është enorm dhe e lojë. Qa blen. Mirë po, kena fat, interesant është gjithë me upgrade, a kena fat si në hotele, mo e dinit, shkojna në hotel, thëmë sa kushtën me bo upgrade dhomën, me një shumë simbolike na bojnë upgrade, bile kena përvojën e fundit që ishim në Singapur. Si me thonë me $100, le që na bënë në upgrade dhomën, po na japën mundësinë edhe me prej orës 5 dhe i 7 mënami me shku me një lounge free. Si club rooms, ja. Si club rooms, me ushqime, me koktelat, jashtëzakonshme, me pamje, mahnice. Do thonë pak a shumë kogja na për cilë fatin këtë punë. E qëto upgrade-a, qëto une për dumenimin e ju i menia, ndikojnë ma shumë në aspekt fizik, do më thonë musku, i rëuma, ne i këne, ndikojnë edhe në mindset edhe në mendim, perceptim me një dimenzion krejt tjetër. Tregoj, bosh më një mirë. Kështu, kur po, do më thënë, sa ma luxury që provon në udhëtime, edhe hotelet, edhe transportet, edhe aeroplani, business class, first class, mas e ma vështirë mu adaptu mu këthy në ato, mat ulta, kjo e kuptueshme krejt. Mirë po, kështu me këthy pak mrapa. E majnë men në një prej udhëtimeve në Turqi, në pushimeve në Turqi, në Rixos Privé Club, që e kemi pas edhe vitin tjetër, se ishte ajo periuda ku dritoni kish qef mos me dalë për resortit, mos me eksploru kur gjo. Turqia ka qenë paraj sa dritolit, edhe vitin tjetër po li përsëri me shku. Edhe une po pës ku po rekomandoni me shku këtë vit, vitin e kalum kemi qenë në Rixos Privé Club. Jo, tha, s'ki ku shkon mo, tha, te paske prek kulmin e Turqis, mos paske qka me shkon Turqis, as mos shkoni mo. Kur ti provon ma luksoze, pas ta i vështirë është me të duk mirën këto tjera. Por nuk është gjithmonë kështu. Sepse nashta çfarë do lloj udhëtimi i ka ato specifikat e veta që të bojnë me majt men për diçka tepër të mirë. Edhe një prej udhëtimeve, për shembull, që kemi kalu jashtëzakonisht mirë, ka qenë gjysma jugore e Italisë që e kemi kalu me vetur, që nuk është hiç lehtë. Domethënë 2 javë në vetur, nxerr valigjet, shtin valigjet, ndro hotelet, 2 natë me një hotel, 1 natë me një hotel tjetër, për me pa krejt gjysmën jugore të Italisë. Ajo ka qenë krejt diçka tjetër prej një resorti luksoz që ofron Turqia, Antalya, Bodrumi, Kemerit, gjitha këto. Mirë po, është i paharrueshëm për specifikat e veta. Do me thonë, se cili udhëtim, se cili vend, krijon disa ndjenja të veçanta të cilat bojnë mos me harru ato për të mirat e veta. Edhe definitivisht, njëherë vitet e para, kur kemi qenë ma tepër paqikat, veç na dytë vetëm, kur kemi udhëtu nashta edhe 12 orë me autobus, e majnë men në Athinë, kemi shku me herën e parë kur
kur kemi qenë në Athinë, kemi qenë për me prit vitin e ri në Athinë, me autobus kemi udhëtu deri në Athinë, edhe kemi qenë më të ri, kuptohet atëherë, mirë po, rreth 20 e diçka vite, po i kemi pas të dytë, mirë po, edhe ka qenë i paharrueshëm. Për krejt nuk ka qenë niveli i hoteleve që tash shkojmë, kanë qenë nivel më i ulët, mirë po është një prej udhëtimeve tona të paharrueshme. Po tash mu kthy në moshën që jemi, përsëri në qasë i lloj udhëtimi, pak është e vështirë. Është pak e lodhshme. Edhe pak e lodhshme. Dhe në çdo udhëtim gati, për shembull Venera, njerëz të dinë se kemi qenë për emisione ndryshme, kena kallëzu disa herë. Na jena të dytë me qetë që punën shumë. Në thonë, Venera punën mbi 14 orë në ditë, në QKU në fakultet me studenta, me mjekësi, masdite në ordinancë private, une në fakultet me avokaturë që më radhë, edhe kur shkojmë dikon, udhëtimi na bën, si me thonë, na bën me pushu, edhe pse është i lodhshëm në aspektin fizik me shku me vizitu, për na bën me i haru ato angazhimet që i kena pas, po edhe pjesa e qasaj komforit, besoj që e kena meritu, s'përish me thonë, për gjithë asaj punët madhe, e meriton, bile qasi ka lodhje kronike Venera, so që besoj nëse jo edhe udhëtimi 19 orësh, si të ngritet aeroplani, e derit ullët duhet me qu, me që mrenëm. Si ndjep flej. Edhe në ekonomia? Edhe në ekonomia. Mos harxha. Mos harxha dhe në ekonomi. Ashtu plos në zanzumi për shumë. Jo, edhe në ekonomi. Jo, kitë drejt. Une me ta shtru venin o shumë qa shofin aje turkesh atë? Sofja, mor mirë, po qaq shumë lodhna, dhe në momentin kur hypi në aeroplan, që me nëzispres më ullnat karikën, pavarësisht a është ekonomia o biznis, unë e me nëzispres më ullnat karikën edhe si bon rypi krap, hala, pa unë ngrita aeroplani kretëm njohen, unë jam gjohë. Flej edhe kur të mbrima atje, më zgjoj. Nuk qosh as kur vjen ajo që thot beef or chicken, a? Unë gjithë qona që atë, unë dhe gjume. Flamurin e të rreg era. Mos i vjen era beef or chicken. Kur jemi të fluturimet, Venera, po duhet pyet, a të ndodh shpesh ajo thonja nëpër aeroplane kur ndodh diçka, is there a doctor on board? Tregona në eksperiencë diçka të tillë. Ato e dini edhe jo. Ata tregojnë edhe na. Unë kum shit ujnat në fluturim edhe audiencës. Është e pamundshme, sidomos në udhëtimet gjata, kur kemi në kontinente tjera, është e pamundshme mos me lyp doktor, edhe nuk e dia, nuk qëllon vërtet ndaj doktor tjetër në aeroplan, nuk bojnë zo, nuk e di, mirë po veç kur të shok qyri, veç dora ja mo qu, edhe duhet mo qu, edhe ajo nuk po është hiq e mundimshme se e një obligim që duhet me ndihmu, e mundimshme po është pjesa pastaj e letrave, që duhet mu mbush disa formulare. A benefit s'ka? Benefiti, po edhe pa benefit hiq, dhe më thënë që pjesa me mush formulare, dhona, numra pasaportës, numri i licencës teme, gjitha ato duhet mi ju ja, pastaj 10-15 letra. So për audiencën e ju ishëm zbashkën atë 4 ish, u bo si një mini spital, aty se shty fluturimi për disa orë, a na vesh ishëm mrena, janë nëse njerës më smu me bo panic attack, Venera me flamuri uj. Flamuri furnizoj ke krejt me uj aeroplanin, unë me ndim mjekësore, veç sa si qela një shalte. Edhe unë të t'kemi pas të para. Tja pet po thunë s'kum fitu, po unë edhe kum... Dike hu, se paguj ke ujin, jau jep ke... Bile herën e fundit për Londër, kur ishëm me Londër qtash, ja po edhe sherin pak Venera kësaj pune, se një uthar aty i rat fikte dhe kjo shkej pa mask, pa dorza, pa kur gjë, se nuk e diti qa pat. Edhe kur u kfilla i kish pas erë, temperaturë, shkon me virusin kënin në një, kjo gripi shperve. I derave.
dera. Ka nga edhe kjo është rreziku. Mandej mas Si 4 dite, e 5. pash me ethe temperaturë, po e lypi maskën, po mas ne veç e dita qam gjet, edhe veç u lutësha Zotit sa jam qatë kohë në Londër, e që kisha punë, se për punë isha të shku, mës me pas atje simptoma, ditën që jam këthy në Prishtinë, rash, edhe kesh smut kër e bona testin, ke gripi, influenza A, H1N1, edhe bagi keq e kalova. Unë e diqka me virus organizmi ja nuk i ka punë të mirë bagi, keq i përjetoj, edhe dhe më thonë puna që asaj, po prap se prap, dritoni mas asaj, mas i u shnosha, më tha, mo mëse qo dorën. Tha, bo nuk që si e do të këtar, mëse qo dorën, ketu shku për veti, qëre që ka gjatë, është badi hava, prap po me qupë, Po, edhe to që do është me tonë që lidhet me udhëtime është që na kena 2 lloj, si me thonë, çanta me gati një gjysmë barnatore, njënën e merr venera me veti, gjithmonë e kof, që janë emergjente, bile i mon edhe ato për diabet, mësë me rrone, se është endokrinologe, që vjen dikush hipoglikemia, ose më ka ra në një udhëtim, me pas një... Edhe një mojmë në kofer, shtu që se në Evropë është probleme ma në antibiotik, s'ka jopin kur, është vishë në i probiotik. Kështu që na kena gjithmonë me veti... E di, flukturimi bashkë që kemi qenë ka qenë një pacient me tension të lartë dhe venira i nxjerri ilaqet, po a i kish pas dvetat. Tensiometrin. Krejti, Kur deshte me nxjerr për aeroplanit i ra tensione me njëherë. Për dyshëm ju tregu audiencës ka qenë një fluturim, një udhëtim që kemi bo bashkë dhe një nga te lashet që mund të ndodhen gjithmonë, pra sepse ju secili fluturim dhe secili udhëtim shkon më së lehti i mundshëm, më duhet me ju informu që ka qenë një shtyrje fluturimit në aeroportin e Firencës dhe ne kemi prit, ka qenë kompania Ryanair, dhe ne kemi prit hiq më pak se 5 orë në aeroplan, brenda, pra... Derisa është marrë leja e operimit. Derisa është marrë leja, po për të vazhdu operimin e aeroplani, dhe që ka ndodhë kryesisht me low cost aviokompanit, si që është Ryanair, Wizzair, pastaj ka të tjera brenda për brenda Evropës që në Kosovë nuk operojnë, nuk ofrojnë as shërbime minimale. Po. Pra, nuk ofrojnë as ujë edhe nuk të japin as informatat bazike, duhesh me u gjindë vetë dhe në raste të tilla mundesh me dalë prej aeroplanit, por që pastaj të kushton sepse fluturimin e radhës nuk mbulot nga ta, por që duhet me mjete vetanake që ta mbuloni. Ndërkaq e njëjta nuk ndodh me aviokompanitë e rregullta, pra zgjidhja të bëhet dhe as që vjen fjala me ndajt 5 orë në pistë për shembull me një kompani siç është ndoshta Turkish Airlines ose Austrian Airlines. Kjo është edhe që kemi bisedu disa herë, që si në çdo profesion, mirë është me punu me brand. Që edhe venerat që ka poliklinikën të rejtë ultrazanat dhe deksat i këtë në kompanive. Edhe medikamente. Edhe udhëtimet na kena bisedu me sneve që gjithmonë është mirë me shku me linja që janë standarde, që janë verifikume me kompani serioze. Na e kena përjetu disa herë me venerën me na humbë fluturimi, për shembull, kur ke qenë me kompani serioze, e maj men për shembull kur kam qenë në Buenos Aires në Argentinë, për shkak të hirit vulkanik në atë kohë, nuk u ngriçin aeroplanat, unë isha me British Airways, tjerët ishin me Air France, ishin me Alitalia, diçka krejt, ju thëshin shkoni në hotele i rimbursoni, vetëm na që ishim 2 vetë me British Airways na vanën Sheraton për 4 net, për shembull voucherat edhe me mëngjes drejt dorë, me spa, me gjitha për transporti dhe në hotele të gjitha. Dhe kjo ja vlen, me ata tjerë mandej kush e di, ai kanë rimbursë, tu kanë shkuar, kanë gjithë Pra që ka kuptojmë për kësaj është që ndërsta në start ata kanë pagu ma lidh, një bilet caktuar, po në rastet kur ka diçka del ma shtrejt. Del gjithmonë Mundet me dal gjithmonë diçka. Njëjtë patëm edhe kur u kthym prej Lisbonës përmes Zyrihit, na upi po na çun në Hotel Hyatt. Në brenda aeroportit. E bëmë edhe një nej, kështu të papritur. Mos të kështë pas, si shdash me pagu Hyatin, kështu që... Që ja vlen me brand me fundu. Më thonë, tash pi përmenim me emna mi bo reklam, po ju e dini që janë këto Allianz Stara, këto që janë, do të thonë, kompani
që nuk ndryshon, me një uthar shkan. Me dy Kena uthar. shpesh raste për shembull, okej, na jepim gjithë opcionet që e japin i siguri. Se procesi i udhëtimit nuk është vetëm shitja e një produktit, po ma shumë ma e rëndësishme është çka ndodh pasi të shitet ose problemet cilat mujnë me ndodh. Edhe kemi shumë raste që na i japim opsione me kompani të rregullta të cilat ofrojnë through ticket edhe connection edhe marrin përgjegjësinë në raste të vonesave. Kena shumë raste prej klientave që dërgojnë opsione që shohin me low cost carrier, me shku me vizir deri me një destinacion tani me Ryanair. Po krejto e kanë rrezikshmërinë e vet, sepse humbja e një connection tani kushton shumë ma shumë. Po që ky procesi më ia spjegu dikujna që nuk e ka parsore sigurin, po nështë pagesën e 50 euro më pak. është kogja sfidë që kjo, do më thonë edhe na, nështë edhe kur kena fillu me disa destinacione që nuk janë konë të zakonshme, u konë një sfide, nëse muj me qujtë një edukim, se mund është më udhëtu edhe dikun tjetër, edhe se nuk i me hub në destinacion. Edhe është një sfidë dhe besoj që audienca është dita ditës është të shku drejt njoftjes. Po ka nevojë edhe për spjegime. Ka nevojë edhe për çdo, do të thonë, udhëzime që jo gjithmonë diçka që shëlir është diçka që mundet me dalë. Se mandej dëshpëruar edhe... Na e kemi mësu prej përvojës, na dy mirë po ka qifte, ka pasagjerë të cilët nuk e kanë përvojën, edhe ka nevojë për sqarim. Do të thonë e ki që ta të ofrohet edhe qëta, po që kjo e ka sigurin edhe nëse e hub fluturimin edhe të tjera. Një nga arsyet realisht pse jemi duke e zhvilluar edhe podcastin është kjo që me marrë njerëz informata direkte dhe konkrete nga përvojat e juja dhe nga eksperienca profesionale e jona, ashtu që megjithëse patjetër edhe kur të vinë në zyre, do të thonë bëhet si proces, gjithsesi kjo është edhe një nga arsyet. Okej, të kalojna pak te destinacionet, se edhe unë edhe Vesa jemi ikonë në Mauritius, edhe ju në ikonë Mauritius. Unë e kum pas një sfidë aty në Kasella, ku kena dash me hi të Luanat, edhe Vesa nuk doj ke me hi. Unë pa ta hi edhe njerë ma heret, po zdesha qysh me fullirat edhe qka i thash ngëm thash, edhe nëse e sulmon dikon Luani, thash më sulmon mu, thash se ka ma shumë mish. Aden, edhe që kjo ke forja qysh hini, aden thash ty, thash... E me që luna një qitë të nashta. Nuk e di, po ngëm thash. Se komenu atë moment. Kjo kon shpejt në afekt, aden edhe që kjo kon forja qysh e shine të drejtone na, hini asini heq. Nuk hini. Na, familja jonë, jemi pak të ndamën në këto rjetime. Adrenalinën e donë Venera. Dritoni donë rahat, komfort, nuk donë një adrenalinë. Edhe vendosëm që kemi me shku, se mos me shku unë i shaqmen, kur shkom atje, thash unë e po hi, thash ti qësh dush, qika vogël është si one, edhe ajo don me hi me kafshe, mu preke, don roller coaster, don krejt adrenalin lyp edhe ajo, e madhja është si dritoni, don rahatis, don për toke. Edhe unë thash po hi gjithqysh, e vogla ishe vogël atëherë kur kemi qenë në Mauritius, edhe unë hina këta rrishin jashtë, më qëshin. Unë e hina me Luana, lujta. Muj me thonë, është një prej përjetimeve ma të bukra që kom pasë në jetë. Definitivisht. Këta kanë këshyë prej... Këta jashtë. Unë atone të këtone. Jashtë këta, këshyrshin edhe t'i qysh ta nkohen si gjynam, e kryti do me thonë kjo. Që po këzona. Është e frikshme kur hin se ta jepi një formular me në shkru, ti jepi instruksionet, të regojnë që mrena janë 12 luana mrena, ato telat krejt me rrym, të jenë në shkru. Qashtu, nuk është hiq ndjenje letë me vendos. Bila i tika, din që më ka thonë. Tha, mos e prek, tha këto, tha hekra, tha si këcen si Michael Jacksoni. Edhe ne se shkum,
Tani tripi është që hin të Luanat, shkon mbrapa, ulesh, i prek, Ti tregojnë rregullat, qysh duhet mu sill me mos me Luana. dalë përballë. Ka me i najt Luanit, qysh me prek, duhet tangonat, shtyllën, Po shtaben që këta me menu që je pjesë e që je ekipit. pjesë e ekipit, trajnuzve të tëne. Mirë po, unë muj me thonë, definitivisht për kundër që e nënshkruan aty që me vetë dëshirë po hin, edhe nashta s'del, për kundër asaj, është një prej përjetimeve më të bukura që kom pas. Edhe Mauritius është një prej pikave që isha shku përsëri. Edhe se hëngër forën me hija. Ja. E tash, E tregon Tajland që shu bënd me shku te elefantat se drejtori kur qysh zdoj kja? Jo, ani jo kri po në fund e pashtoj për qaf elefantin. Tanë kohën Vesa veçëm ka thonë, pe ka përcejmë, s'po shkojmë në qëtë tur të elefantat, pe ka përcejmë, hajde po shkojmë dikun tjetër, hajde pe ka përcejmë, thash, pe ka përcejmë, thash, unë e ina kena me shku të elefantat, se ina si one. Edhe atje të elefantat, kur shku, në fillim, unë hina me ta e tu i preke, më kapi elefanti kështu, më pështjeli për beli, më qoj të nalt, edhe unë e përjetojsha jashtëzakonisht mirë. Edhe fillova ka dalë mi ngreh këta. Ka fsha një dorë dritonin, një dorë elefantin për surle, të mundu mi po bash. a ju pajtoj, a? I pajtova. Shështë e forja me ondo bukën. E morëm na dyat bananet e vogla, një gajbe, morëm e bajta me qumë të elefantat, ka të dreshim pak si ma largë. U shumë mirë me elefanta ku në Sri Lanka, qështu njëtë mi la, mu interakt, mi ushqy, e do më thu, po paka shumë keq ai i njëjti lloj elefanti aziatik që Para disa viteve kur kemi qenë na për hir të informatës për audienca, në Tajland elefantat, do me thonë ka qenë turi me shku dhe me hyp një elefanta. Mirë po, edhe shumë mirë që ka ndodhur kjo, është që organizatat për mbrojtjen e kafshëve janë ngrit vazhdimisht, do me thonë edhe një zëri kanë kërku që me ndalë që të ture dhe e kanë ndryshu formën e raportit masi kena njeri na elefant. Po, edhe mu pa t'vin që batëm hyp na shumë, u djatë komponi me, u këtobët. konë edhe E kohë, kjo që a keq keni u buju konë. ka qeni diçka shumë ma e mirë. Shumë sociale, shumë... Shumë ka qenë e mirë edhe unë prej fillimit e kom dasht edhe kom ditë që kom u shoqnu me ta ditë, kom e përjetu jashtëzakonisht shumë. Mirë po u gëzova shumë që edhe dritoni e Lea, se këta dytë janë që ma hezitojnë me gjitha kashë, po atje po thom të Luanat në Mauritius nuk patën hy, e këtu u gëzova shumë që e përjetun si unë edhe u lirun krejt edhe. Kështu që jo, i kom pregadit pak tash për tigrat, për udhëtimin E, asë në kohë të tigrat në Tajlanda. Jo. Së në për koha. Nuk ish koha, ish që e ka përcej Unë e kom bie edhe me tigra, edhe me qita, me kështu. Eksperiencë e mirë. Në Kuala Lumpur e kemi pas me monkeys, e kemi pas përjetimin jashtëzakonisht interesant dhe ajo ka qenë e veçantë në veti. Unë knaqna edhe në këto aktivitetet që janë me parashut, dhe me thonë disa herë më ka ra me hyp në parashute, me ulshu prej nalt me parashuta, pastaj në roller coaster mos të flasim, po dritoni ka qep për toke, ma qetë, bile majnë men një turk një herë kur hypa unë në parashut, pithot tha, hyp turqisht, pithot, hyp edhe ti, tha, hanë ma po shkon, tha, ti me len veta, tha, zësha pa, njerësit për toke, unë tha në tokë du me nejtë. Marat, ma sigurt. Përmendëm shumë destinacione që keni qenë edhe, të më thoni, dim që keni qenë dërshta mi 50 shtete dhe destinacione të ndryshme. Tregom cili ka qenë destinacioni që ju kalon mas shumë të përshtypje, Venera edhe madje dhe dritoni, kësha dasht me ditë.
Se cili e ka veçantat e veta. Na, domethënë, kur i numrojmë dikun kemi qenë rreth mbi nashta plus minus 50 shtete të botës. Edhe secili e ka një diçka të veçantë. Unë e du shumë Evropën. Edhe në gjitha vendet në Evropë mbojnë me undi jashtëzakonisht mirë. Mirë po, vendet tjera që i kemi vizitu jashtë Evropës, se përmenda Mauritius, e ka diçka që, po thonë, kisha shku përsëri. Sidomos që Ajo me Luana ka qenë e veçanta, mirë po, edhe tjerat. Ajo që në fillim vitet e para që e nisa ma herët me thonë, por nuk e përfundova, kemi shku në për muzeje, kemi ndigju histori të vendit, jemi mundu që ato mi ndigju ma tepër për se cilin vend që e kemi vizitu, mirë po ma vonë e kom pa që po i harroj. Edhe ka ardhur nashta një moment kur e kom pyet veten cili muze, domethënë diçka që kom pa në muze në cilin ke, i kom ngatru. Edhe kom pa që ndjenjat nuk po harrojshin kur. Domethënë një ndjenjë që përjeton me një vend, ato se kom harru kur. E ndjenja tilla kom prej secilit. Singapori ka qenë një vend që e kom një vetën qaq sigurt, një ndjenjë sigurie, një ndjenjë të jetës të rahatshme, do me thonë, si në 2 natës, si në 3 natës, je i sigurt edhe vetë me dalë, edhe relax, do me thonë gjithka. Në për qytet, ta në kohën duke ecë ti një muzikë të lehtë, edhe është një ndjenjë që të relakson. Jeta në Singapur, nuk e di qysh është për njerëzit që jetojnë aty, por në bazë që asaj që kom pa unë në vizitën që kemi vo, sigurisht që janë shumë ma të relaksuar edhe shumë psiqikisht ma të shëndetshëm se sa në Evropë. Në anën tjetër, për shembull, Omanin, cilin ju na keni rekomandu me shku, jo veçun, po dhe vajzat, e shtin në 5 vendet që kemi kalu mas miri. Për jetim jashtëzakonisht i veçantë, domethënë një kulturë shumë ma specifike, që ka dallon prej vendeve të tjera të regionit të asaj pjese, edhe nuk mundesh me harru. Domethënë secili vend po e ka veçantat e veta që të bojnë mës me harru, muni i mirë, edhe me thonë, nashta isha shku përsëri. Edhe pse larg, edhe pse krejt i ka ato sakrificat për me shku, nashta isha shku përsëri. Dritan? Pajtuna me që ato 2 të parat që tha Venera, Singapuri edhe Omani, sidomos Omani, vajzat halua për men, ka qenë edhe propozimet për akomodim edhe për vizita edhe për i flamurit edhe vajzat shpesh tash që përmenin të me bërë si për në Oman që kena kalu, nuk është e pamundshme, sepse shpesh njerëz kanë para gjykime për shembull kur folin për vendet arabe. Edhe tash ato i krahasojmë me këto vendet që janë tranzicion e vendet që janë luftë, po mirë po kur ti kur e sheh, si me thonë, e sheh Malezin, Kuala Lumpur, një vend shumë i zhvillum, andej vjen në sheh Omanin që është shteti i dytë më i pastër në botë, mas Singapurit, një vend i zhvillum, një vend i bukur, atraktiv, që nuk është krejt qysh e ka njerëzit një perceptim. Mas nejna vendet që janë si më shembull Maldivet, janë, më thonë, është një përjetim që ti e sheh që ti jep edhe adrenalin, ma ne i kishë për shkacen, aty jep me ongër, që aty ma mund lahësh, e tjera vështë parë, jeni që së në shkë, tani ushqimet, na kena pas, une për shembull, na kena ka dhe shtetit, cilat kena pa për shembull, kom qenë edhe një Jordani, thonë është edhe një përjetim tjetër, na kemi qenë bashkë në Izrael, Venera ka qenë disar, se kjo edhe u shkollu atje. Pas në haru Izraelin me përvend. Shumë Jerusalemi është
një ndjen, sa është, do të thonë, një ndjen që t'jep ty knatësi, që t'jep edhe dhimbje, kur ishe qysh jetoj mirë, po ka shumë kultura, kur ishe, për shembull, Betlehemin, ka lindje Jezu Krishti, ku ishe Jerusalemin, Masada, Jericho, qyteti më i vjetër në botë, pra janë vende të cilat e kanë atë kulturën e vet, edhe pse që ta venira Evropa është ajo që për neve në Amerikë, ku kemi qenë disa herë, njënën për herët qatë shumë shumë një pjesë të Amerikës, jo atë pjesën që është New York, Las Vegas e këto, po atë pjesën për një me Amerikanit, është ma libri qka është Evropa për Amerikën, për shatë qka është, qa Amerikën. Kështu që për neve prapë metët që ta venira 4 qytetet në aftamat mira që kena për Evropë, poli Roma, Londra, Barcelona, Istanbul, Meqen, do më thonë, top 4 qytetet ma të bukra, shumë qytetet tjera, po kjo në janë ashtu që ki kulturët ma, kulturët, i qka she, në shkuq, sa herë që shkojsh, më thonë, prapë të shkohet aty. Dërsa këto vendet aziatike që i kemi bo, këto janë, më thonë, normal edhe falë pe kur jena njoftu pak ma shumë me juve, më thonë, këni që një farë shtyse që me i vizitu këto vende ma shpeshtësh. Izraelin që e përmendi Dritoni ka ra disa herë. Unë jam edhe pjesë e Mashav Alumni, se jam trajnu prej Mashavit, edhe kemi klubin e parë të Mashav Alumnit në Kosovë, që e kemi bo, që e kemi themelu, kush jemi trajnu në Izrael, më ka ra krejt institucionet shëndetësore, nivellet e ndryshme me qenë në trajnimet e ta. Edhe se cilën herë që kom shku në Izrael, më kalon shumë për shtypje modestia në të cilën jetojnë jevrejt. Ata, përkundër që materialisht qëndrojnë ashta ma mirë se krejt nacionalitetet tjera në botë, dhe kthehen me mision në vendin e tyre, me i shërby vendit tyne. Dhe më thonë, është një patriotizëm që se she kërkun në botë. Ata jetojnë jetë jashtëzakonisht modeste, që t'len shumë për shtypje, dhe nuk ki kur gjo luks. Përderisa në institucionet shëndetësore, sheh shërbime që nuk sheh kërkun në botë. Në nivel të lartë të shërbimeve mjekësore dhe zbulime teknologjike mjekësore që shfrytëzon krejt bota sot, po që janë zbulu aty. Dhe në është nivel i nalt i shërbimeve shëndetësore që se sheh kërkon. Edhe ajo është një mësim i madh. Një mësim i madh si mundët njeri me kontribu në profesion të vetin edhe për vendin e vetë. Se cili vend të mëson diçka. Udhtimi nuk është shpenzim i pareve, definitivisht, edhe këto shpesh edhe postoj. Dhe me thonë, udhtimet nuk duhen mu marë shpenzim, po duhen mu marë pasurim i vetës. Unë sot që kjo që jam fal edhe udhtimeve që i kam. Dhe me thonë, dia jam është plëcu shumë. Se prej çdo kulture, prej çdo vendi, prej çdo nacionaliteti, prej çdo kombi, ki që mëson. Edhe ki që ka pasurohësh. I merë të mirat, nuk i merë të këqijat, kuptohet. I gjykon, po nuk i merë edhe pasurohet individi. Kështu që unë mendoj, nashta edhe pse kom pasion, e thëmë këtë punë shumë letë, po prej udhtimeve e pasuron vetë. A është ma mirë drejton me investu në diçka tjetër, a në një udhtim? A është ma mirë nesër një kjerë ma shtrejt, a mund të diri në Sri Lanka? Të drejtoni kjerën e kam, atë. Tash ne ju në kam edhe me shëtit, nuk kena nej sen që kishim thonë, kishim kursy se du të me bo një banijes, ose du të me bo një shpi, po definitivisht javlen është një pasurim edhe vetëm kur del jashtë e she që njerëzit
nuk kanë paragjykime që shkemi na. Edhe shep, për shembull, pe marrim një udhëtimi jonë në Moskë, për shembull, kur kemi qenë me Venerën, kjo në një shtet që është armiqësor ndaj Kosovës, siç është Rusia, kjo e përfaqësoi ke Kosovën në që nuk e njeh. Rusia nuk e njeh Kosovën, unë e përfaqësojsha Kosovën në një kongres, domethënë ishte kongresi. Pas kishin të lashëm me uftu. Jo. Ja, çka ishte interesant, kur u ndon shpërblimet kënë ditën e fundit, veni parë, veni dytë, veni tretë me punimet shkencore të prezantuara, po thot Venera, po unë isha me paragjykim. Tash po shkojmë sot, është veç ndarja çmimeve. 40 shtete prezente aty. Në komisionin për zgjedhës ishte dy akademik rus, ishte një akademike e Serbisë, edhe një ka qenë dika i vendeve tjera të Evropës, edhe unë po i them drejtonin, thash 2 rus, 1 serbe, qa ko me shku unë e punimi jam as që o marrë aty hiq më këqyrë në komision, thash po dalim qytetve shfrytëzojnë sot ditën. Zoni tha, jo, tha, ati shko këqyre, kush janë punimet ma të mira, edhe qësë si e ti, tha, këqyri kush janë. Edhe unë shumë skeptike, jo mull, edhe veç kur e ka lexu vendi par, emrin tem, Kosovë, from Kosovë. Edhe ka qenë, domethënë me tregu që nuk duhet me pas paragjykime. Edhe to mëson pi kulturave të ndryshme. Mirë po, pavarësisht që na politikisht jemi 2 vende armiqësore, unë kom pa që ata janë një nivel i lartë i kulturës. Duke hyrë në metro, që metrot janë muzeje. Domethënë çdo stacion i metros është muze në veti. Kultura, institucionet kulturore kanë qenë diçka që janë mu përmend. I përmend krejt bota, apo i përmendi edhe unë bukurie hatashme. Duke hy në për stacionet e metros, u duke disa minuta në për ato shkallët elektrike me nejt, mu veshtu djathtas, nuk e shishe njerëzit përveç se me libra në dorë. Me libra ose me iPad duke lexu, as nuk e një zhurmë, as nuk e një piskam, jo bash, atje ka qenë shumë e veçantë. Domethënë në trenat i shishe njerëzit krejt të lexu, as piskam, domethënë na e kemi një mendim tjetër për rust. Po kur të sheti njerëzit aty, qysh janë edhe niveli i kulturës tyre e ndron pak mendimin, pavarësisht që politikisht jemi qysh jemi. Kur kemi dalë ditën e parë në Moskë, në qendër, ato pallate duken sikur me qenë të prallave. Është bukuri e hatashme. Edhe, domethënë, në çdo vend nuk duhet me shku me paragjykime dhe me atë mbushjen çfarë kemi na këtu në Kosovë, bindjet që i kemi. Po tu e sheh që në secilin vend ka gjithçka, edhe çajo që thash mi marr të mirat. Edhe për neve që vim për Kosovës, për Ballkanit, shumë ma leti akceptojmë atë kulturën aziatike, për shembull Singapuri, njerëz në shkollim numër 1, këto në PISA dalin gjithmonë të parë, pasaporta numër 1 në botë të në ajo siguria, kriminaliteti, zero. Po tash për shembull kur shkoj kallzova flamurit kur kem Tajland, tash ti shkon me menim për shembull që jenë si Singapur, mos bën me mot në Singapur, se mund të shku as në Malezi është domethënë pse ka qenë pjesë e saj në të kaluar është tjetër botë. Singapuri është një vend me një siguri jashtëzakonisht lart, me një rahati, me të ardhuna, me të gjitha. A pajtoheni me atë kvotën që udhëtimi të bën modest dhe tregon çfarë vendit vogël në botën zën si person kurse qaq shumë sane në përbotë dhe e zgjenon atë perceptimin për botën, për kultura të reja, për... Sikur se me dijen që
sa ma shumë të zgjerojsh dijen, ti e kupton sa pikë e vogël është dija jote në krejtat dijet mundshme që mundet me u fitu, dhe sa ma shumë që mëson, ti e kupton që pak po din, sa pak po din. Që është të njëjtë edhe me udhëtimet, sa ma shumë që udhëton, e shë që bashkërkasje. Edhe do në udhëtu ma shumë për me marrë dije të Me reja. udhëtu ma shumë. Kjo vrehet modestia e Venirës, flamur, pavarësisht gjithë atij bagazhi që e ka, për cilën sot s'po flasim në pikat zgjerume me gjithë se Venira e përmendi, po pavarësisht krejtëve është super modeste, edhe është super e veçantë. Është fakt që Faleminderit, me Luisa. shtim me menu ndryshe dhe nështë atë mendjemasi që e kim vend tonin edhe je Prishtinë nuk të ka ra shumë me dalë. Po kur të jashtë e shë që ka dalë su në sens, kur në është të bon vend temin, pas ka ma mirë, edhe thjesht a jep një perceptim që do shmendru se nuk është që kjo gjithë shka. Nuk ka diçka, është një bubble, një qark shumë i vogël që mund është me rritë shumë ma shumë qatë rrethin tënë. Kjo udhëtimet ta mësojnë këto, po edhe takimi me njerëz të kulturave ndryshme. Për shembull, neve na bjen se Venera është ligjeruese e çdo vjetshme në Londër, që në shoqatën e britanezët të laserit të shoqatën botnore dhe mon ligjerata Londër, Cardiff, Dublin, të rregullta, edhe tash ti e sheh për shembull që vjen X profesori që i kanë për shembull mbi 10.000 punime, që nuk mundesh me besu që peshe qatë person qaq modest. Edhe ai qashtu frymëzohet kur shet, jep ty mundësi më do këti shumë i madh ndaj ti, në fakt ti je kërkushëm. Po, qashtu ta jep një ndjen, ta afron. Për shembull, ku shkojmë Londër, Venera është atje me disa profesora, se cilët punon punimet bashkë në projektet mëdha. Ata ty të bojnë muni, do të thonë ton kohën të japin komplimente, që ti më të kujtu që je shumë i rëndësishëm, në fakt ata janë një kategori shumë më e naltë. Mirë po, të bojnë muni mirë sepse është pjesë e kulturës. Na kur kem qëta shkerën e fundit edhe në Stockholm, në shembull treguan që në shkollë fillore ata kishin lëndë të modestisë. Do thonë, në kuadër të shkollës fillore kishin lëndë të modestisë, I trajnojnë krejt vegjël. Modest. Me qenë modest. Qashtu dhe kulturat aziatike si një Japoni ka që të shtinë me punu në klasë parë, dytë në është ta mi fshi edhe banjët edhe që ti me kuptu dhe më thonë rëndësine se cilit profesion. Neve në rrasë Stockholmi po CEO të kompanive bilionshë, me trotinet ose me bicikl, me kravat, me bicikl ose me trotinet, në fakt ishtë CEO i një kompanive bilionshë, edhe tha vetëm në lavdata që e kishën ata, me kalzu që e ku marin një nivel, ishtë për shumë me kalzu për po baneke në Stockholm. Jo sa pare ka... S'ka lidhe që me trotinet. Me trotinet? Veç para me me ndodha ati naj incident të shku edhe me dojnë laj me mëtën me trotinet. Të qysh, adin... Po ja, që s'kish shans më shkirë me trotinet. Ma e zefti Se ato. A ishtë përsetu që kjo në Kosovë, për shamu. Qa po dhjone një biznesmen mos ja përmeni me thonë po valla e rokën. Jo, kështu thonë ka lujt. Ka lujt. Jo. Pa tjetër tash jem të folë për mentalitet. Si do qovë që... Unë për shumë në Prishtinë se kësha ndru me kurgjër. Jetën, na kena pas mundësi, se Venera është hala thiren me punu në për klinika ndryshme. Të kuptohemi. Por se qa shu Prishtinën, po... Kuptohemi që... Jo, dritoni nuk është që se kishë lëshu Prishtinën për shkak që ka Prishtina ndërtesa, ose rrugë, ose krejt. Po, dritoni nuk mundet pas shqiptarë. Dhe këto muna më ju tregu në një udhëtim që e kemi pas. Edhe unë e zgjedha hotelin për pushim edhe e zgjedha, thash, një hotel që ma pak frekventohet prej këtu prej neve. Turqi është fjala? Po, për Turqi. Faza e dritonit ka qenë kjo, kur s'lujke prej Turqi. Faza qytar. Edhe shkum në një hotel që
nuk e lypin këta klienta tjerë, edhe që s'ka shumë shqiptar, kur shkum atje, ditën e parë ish mirë. Ditën e dytë, ja nisi mu qu pak u silke, u bu pak nervoze, hecke anej, hecke knej. Ditën e tretë, ja nisi me bërtit. Dhe thash, ku për dëshna me thira gjesionin, me na ndru, me na qu, ku shkojnë. Ose qëna me shqiptarë. Shkojnë Prishtina, thash se pas ka me na metën qaf, kësën rrin pa shqiptar. Edhe, po kam ramja në recepcion, peshohim, na trija t'ishim, peshohim këtë fol me dy njerëz, edhe unë i njofta kush janë ata njerëz, ishin Prishtinës, edhe si pash ata u rahatova une. Qikat, mamme, kom po fol babi, tash le mamë le t'fol me kondon, na shpëtu. Na shpëtu. Ja, vërtet, unë jam tipish shumë, shumë edhe kom qef me nejt me njerëz, kom qef me fol, edhe për që ato nuk muj me paramenu, unë kom qenë jashtë, edhe në shkollë në Gjermani, kom qenë para luftës 97-ën, edhe kom pas mundësi me mejtë edhe me pas një ndështa edhe në punën e mire krejt, po nuk mojtë. Më thonë, jam su këtu, në disa herë kemi pas edhe probleme që venera si vishën oferta për me punu në për klinikat në Gjermani e në vendet tjera. Tash në Londër. Tash sundi edhe në Londër, po është tash vonë për neve, më transform. Por së zhvonë. Por së vonë, po mos e mërë të vetës në shtatë Prishtina, është ta jep një ndjenjë mirë, valla po, edhe kudo që udhtojna dhe shkojna, kur kthejem Prishtina është ndryshë ose në poj, kur shkojna kena një shtëpi atje, është një ndjenjë që s'po di, po, destinacionet janë mira për një periudhë, një javë, 7 ditë, që ashtë 2 javë, me marrë atë kultura, me marrë diçka për ati destinacionet edhe mu këthy prap në origjinë. Jo në mësu mu shknit me qëtë ajrë. Migra, po, e lipin o bilicin. Une si person, jo e përmenda që Evropën e doni shumë. Te unë edhe te vesa është krejt e kondër ta. Do më thonë se shpesh dëgjoj që njerëz nuk janë shumë sigurt me shku linjet mesme në Azi, në Afrikë. Për menimin tem, edhe në bazë të eksperiencës tem, se më ka ra me vizitu krejt të venet e zhvillume të linjes mesme, unë besoj që Bahrejni, Katari, Emiratët, Omani, Kuvajti, jënë prej vene më të sigurta edhe për turista, edhe për jetes, edhe gjithashtu e ka një autenticitet të vetin që ta jep një ndjenjë të mirë. Gjatë këtyne viteve, filozofia jonë është me zbulu të pazbulumen. Edhe një thanje, kërë në konë me vesën në Alain Fortress, në Emirate, që është pjesë e Abu Dhabi, thotë që shëtinë e kom gjetë një liri të pareshme në qytetrim. Tash kur po flasim për shëtinë, po flasim edhe për Azi, do më thonë edhe për destinacione që janë ma pak pjekura, janë ma pak të prekura dhe ma autentike në krahasim me Evropën. Nëse e krahasojna për shembull po flasin Omanin edhe Romën që e përmene si dy, cila e shkon ai destinacioni parë që kështë shku ma për para, a i shkon civilizime, a i shkon që a i jetesës slow living ose jetesës kadashme që ofrojnë venet e lindjes mesme. Unë për veti, lindjen e mesme dhe gjitha vendet ku kemi qenë lindjet mesme, mendoj që kemi pushu. Për derisa në Evropë nuk pushon. Në Evropë, dhe më thonë, e shijon qatë civilizimin, e shijon arkitekturën, e shijon artin, e shijon fillet e artit, të gjitha lamit, degte e artit. Mirë po edhe mahnitëshme, dhe në kohnat kur janë bo, qka është bo. Në Itali, unë mendoj që gjdo plom e Italisë
kiçka zbulon. Edhe kiçka ha. Edhe definitivisht. Kudo që shkon në Itali. Nëse kisha pas me zgjedh ku me jetu, përveç Prishtinës, unë Italinë e kisha zgjedh, me jetu. Mirë po me pushu, definitivisht që në lindjen e mesme është pushime të cilat nuk i përjeton që tërkon. Edhe Turqia, unë mendoj që e ka kopju lindjen e mesme. Ata mamati e kanë, po që Turqia tash ka mbrinë në nivele më të larta të luksit, se sa shumë vene është ma komerciale. Për që ana komerciale. Mirë po, ose të them kështu, Dubai është një pikë që krejt bota e viziton për luksin dhe për ndërtimet që qka sheh natën është ëndër në Dubai vohët ditën. Qa është botë? Imagjinata e arkitektit ose imagjinata e arkitektave në Dubai nuk ka fund qka sheh, qka kanë ndërtu, qka kanë bo. Mirë po Dubai është kopje e Singapurit, e Lindjes, e Kuala Lumpurit, ata më shumë mamati i kanë nismën e tyne, edhe kanë traditën e që atyne shërbimeve, që ati komfori, lindjet mesme e përjeton. Edhe definitivisht për pushime është. Për shumë që ke interesant, për shumë Bangkok, kur kem qëtash, ti kishe street food me 3 Michelin stara. Më thonë që është pa imagjinueshme që është mundet me pas 3 Michelina. Është street food. E qëmimi që shke? Masi që kishin marrë Street food, çmimet janë ma normale. Pavarësisht çmimi është, ai e ka Michelinin në bazë të kualitetit, jo në bazë të luksit që e ofron. Përderisa në Bangkok është ekstremi, pi një ekstremi dhe në ekstremin e luksit që s'ta mërmenja që e shenë na ikonë në botë. Për shembull, ke restorani vetëm në botë i Louis Vuittonit. Në thënë tash 2026 në hapët i dytin Paris. Janë tjera që hapën e që... Ka pasticëria, mirë po në Bangkok Tregona një eksperiencë në restorant Louis Vuittonit, fakt. Unë i kom pa do video, asë s'pos po foli. Insistimi ke i Venerës, edhe pëse flamuri dashtim... Qa ka shti me bukallës? Aty qa ke ndo pjata, diçka me... Njerë ma e keqe është që dush me i në përmes butikut me shumë restoran. E dhimshme ke kjo për dritonin. Kjo për dritonin, për krej, shto që janë i se më shtrëngu. Jo, për mu shumë relaksuse. E dyta me të regu drejt ketë kjo konë edhe organizimi edhe krejt konë Venerës, shu që kellet në halë dhe në pak për ato. Aty, se cilë... Tu kam diçka për dore? Pa qyshjo, nuk ka shansë. Me magnet? Të ngrehe. Aty, do më dhënë, hymja në restoran që ish në për butik, edhe më shme për dritonin, ham për mu knatësi, dhe kur hymë në restoran, unë veç e disha menyn, se i kisha pa kur e bona rezervim, 17. Pa desert, 17 edhe pastaj edhe desertet, edhe se cila pjatë ishte e veçantë, shije të cilat ne nuk i kemi provu për para. Kjo është ajo pjesa që unë e du mas shumëti kur shkojmë në vendet lindjes, që mjep mundësin me shiju ushqime të cilat ne nuk i kemi në dispozicion. Bila edhe në Evropë në pak vene janë në dispozicion, dhe ushqimi do më thënë ishte kombinim i aziatikut edhe i indian, sepse shefi ishte indian, Michelin star chef i njoftu në krejt botën, Gagan, edhe e kishte kombinu ushqimin aziatik edhe ushqimin indian, edhe ishin shije që nuk i kemi provu për para. Ajo që ish interesant, ishte që njëna prej pjatave ishte si starter, përzimje e shijes thart të ëmbël edhe djegs në pjatë e dekorume me shajat e Louis Vuittonit, të cilën duhet me lëpi.
Ku pasha të sen? O duke me lëpi pjatën edhe mi fshi shajat e Louis Vuittonit edhe ajo ke shumë interesant se të kthen në fmini. Thua i lojnë qëto pjata masane ajo, ha? S'pat nevoj, i fshitëm na. Pak kanë pas Po që puna. ke puna e Louis Vuittonit. E tregom aty në Icon Siama, e keni kërku mishën e krokodilit? Se kështu e bëjshin nele, ha? Po. Zja e keni po. Po. Kur e përmenda që shkum në railway station edhe e një ditë përpara ishim në Icon Siam, e kur shkum në railway station Lia isha ajo që thejke, Siam unë e për këtu, këthem një në Icon Siam. Në Icon Siam ishte një përvoj e shoppingut edhe ushqimit edhe do të thënë diçka që nivel shumë atë naltë se dika tjetër. Edhe definitivisht Bangkoku thash pi një ekstremi në një ekstrem tjetër, do të thënë ta ofron me pa edhe qatë luksin që se ki kërka. Na e kemi pa në Dubai qendrën që është tregtare, mirë po këtu Dubai Mall, po jo, këtu ishte Bangkoki ishte diçka që e ngrit nivelin e shoppingut, ushqimit. Edhe pami është e mirë atë. Jashtëzakonisht. Pozitat e lumi, fontanat, po dhe mrenda, krejt. Po dhe edhe niveli i të gjitha brendeve, brenda asaj qendre ofrojke shërbimet pak nivel ma të naltë se gjithë kam botë. Do të pak ma ndryshe, pak ma nivel të naltë se gjithë konë. I keni përmend Louis Vuittonin, dritonit Ja, edhe më shme. Driton të regom, qa puna një farë Google Maps e diqka, një farë hoteli, diqka. Ja, mos besoj që Të relaksojnë a dritonin, se keni gjetë rrugën për një hotel, kush i ka pas fajt? Jo, na patëm vendos me Venerën më shku në Rivierë Franceze, morëm në Milano një rent, edhe i shkum në për ato Monaco, Nice, Cannes, edhe kur shkum Saint-Tropez janë dy qashtje për dy sene cilat janë shumë fani, e para është që zakonisht për para i beke Venera të i bukirat ke hotelet, ma la mu që to. Hera parë që ja lash dritonit mi bo rezervime. Dhe në e kom një si rasi, shtash ja ka dhe. Veç kuptojve që kjo ka qenë shumë amate dhe se keni bo me neve. Jo, shumë amate, shumë amate. Jo se keni bu, pune e kum pas, në bu në pivez, shtash ju ka dhe. Edhe une, gjithmonë zakonisht ja u jepi, si me thonë, Saint-Tropez, ta zonë City Center, edhe isha i bindën që e kena bo hotelin në City Center, në qendër, në downtown. Edhe pështo navigacioni po më qënë në periferi, edhe Venera po mirë, po jo bro, ne kumë bo në qendër, atje Saint-Tropez po shumë kënej, jo dhe ke mirë, edhe thash, s'din kë navigacioni, kë e ka hu për rrugën, edhe e nola krejt. Nuk di amuni me besu, po 3 orë të mira, në zoni nata, njëj natës, unë orientona shumë mirë. Do më dhënë, në kara edhe në kohën kur s'kemi pas aplikacione, kur s'ka qenë Google Maps, jo më orientu jashtëzakonisht mirë në krejt qytetet edhe me një hartë thjesht për para që kanë qenë të letrës, gjithka jo më orientu se kom hup rrugën kërkan në botë. Edhe unë i dhe mirje, ku jetu, adresa e hotelit është që kënej drejton, duhet me dalë për qytetit. 3 orë, veç të ke, navigacioni dhe harta jote, jeni bubudal. Hoteli është në qendër, edhe unë e gjej me foto dhe gjej me foto. 3 orë. Edhe e gjetë? 3 orë jemi dalë, jemi hi prej Saint-Tropez, jemi dalë, jemi hi. Ai kishtë qenë hoteli, krejt me dalë jashtë Saint-Tropez, me hypë në mal, po prej malit në alt, u shike Saint-Tropez asin dorë. Bon më nëgjesi pa ato. E këti ju kujtë e kemi qeve foto. Edhe dyta që është interesant që në handolë Saint-Tropez, edhe jënë do plazha në për këtë Evropën Niki Beach, që thirën jënë shtrejta shumë, edhe na patëm vendos me shku
një ditë në Me Saint-Tropez, kalu. po vllau jam uroni kish përvoj më të madhe se na, sa i kishin disa në plazhat e Niki Beachit edhe të Saint-Tropez edhe për dhëtë ana atëherë ishëm ma triksh, edhe për dhëtë adritar Edhe më din mu, që unë kom qef me porosit naj ven ose naj shampanj, edhe tha, apo shkojshit Niki Beach-a? Po, kalzo. Çfarë kere more rente? Unë e mora një Alfa Romeo, po kur shkum fillim të partë. A kanë me hi Niki Beach? Po e kam pak ma ne, e që i këshëm rezervu ma herët, edhe Roni tha aty e njerës ma të pasën botë që shkojnë, tha. Keri ma i keqë Ferrari, Lamborghini. O, typës, po, kështu, edhe tha, si që ka ishta, kur gjena i me atë vajnë listin, i thuj, we are Muslim. Jena musliman, ta tutëm ke juve, ta ti heken, edhe ti për Coca-Cola rem, Mos mu fik. që mos mu fik, ta së shumë shtrej. Ma e lira, tha, është rreth 1.000 euro, tha, kështu që si ta bjen wine list, tha, ti thuj, sorry, we are Muslim. Ka 5 litë shë kështu i bojshin 4 vetë. E ju herët shkut. Na shkum herë, Sa e qelet 11-12, nuk na shkum herë kanë 8, ta të darë kanë u ta e dinin 12. Po kur shkum 12, a la herë të shkov të njerës të këshim Po dhe flajt. që 12 janis. Edhe po na për i shtrat na, apo da një që tu 120 euro një shtrat, që tu 200, që tu 300, hajde, aty s'kishëm qarë të të shken. Kur ka bo, Hëgjën ka na me vajnë lista, ato ka 1.000. Na u kujtu Roni. Jena musliman. Oh, falë, sorry, e me pita, dhe na Coca-Cola, që të zero, me pi, edhe nej, se shku me hongër drek, aty Bruce Willisi, kish po njerës që të pasën, krejt, edhe që pëllet venera, moshkrit dhe femrat ma të bukra në botë, i kena po... Ma të bukrit, njët i kom pa në qatë vend. Edhe femra edhe mashkuj, ma të bukrit. Jo, nuk ish Coca-Cola, si të mire më punojshin. Edhe, kur dullëm, tu si kremos, që është me Coca-Cola, qatë drekën, që hëngrëm, ato ndorë, kur në shku në fond 800 e diçka euro. Po, kur gjithë ke ajo, Roni tha, qërë tha kjerin le dikon ma largë, po nësë dishëm ko ma largë, këshëm lonë me des. Po kur dullëm, a kjeri jonë si traktor. Edhe shte limuzin. Po, ata kitë për tokë, kitë Lamborghini, Bugatti, kështu, me veti, me mujtë, me idi, qysh me dollë, që i këtu ujtë, shtumë dhe qysh letë, për nga pëshef vlau, Roni, që tha... Përvojave, Për që në Saint-Tropez kemi shumë kujtimet kështu fani me humor, mirë po, prej Saint-Tropez e kom edhe bashkë prej kësoj Niki Beach e kom fotografin ma të bukur që e kom në jetë. Është barë dhe zi, edhe ato ma ka bo rasisht ai fotografi i aty restoranit. Qa do të pas sabut e qenë? Qa i shtrejti, por me të vërtet është foto ma e bukur që e kom në e herë që ma ka bo dikush. Qa do në du mua në kupa, në kapdime. Këshëren këtë që përvojnë që kena fillu në Astravull, po bojnë 16 vjetë këtë vit, dhe nuk kena dhe nga të pagabushëm, nga gabojnë apo e mira që gabojnë në veti. E ka bo njetë me mbo horën në epizod parë. Po, edhe kjo punë i konë është 10 vjetë, 11 vjetë, jo ma ti një vjetë i ka po, do më thëmë para 8 vjetë, edhe une shkoj zakonisht ma e këm një panajer turizmit që shkoj në Dubai, që është World Trade Center, edhe ja lu hotelin me bu, edhe i thëmë bënim palm, adin, edhe në regull, vesa rezervon palm, edhe nuk e këshyri, ja besoj. Edhe nisëm me na qu transferi, kur për shop e kaljan palmën, vazhdo për këshyri, që fa ku e ke bu? Tha e kumbu, tha Jabal Ali palm. Ajo një palm me rinë mes Abu Dhabit edhe Dubai, Ish një palm që sa ishë ndërtu. Rezorti ke fenomenal, u konë Jabal Ali 3 kort, rezort shumë i bukur, po mu më vyke tash, çdo ditë një orë diçka me shku një orë ase, e të shku e këshush ashtu palmën e veke me kajtë, të kalze një. Mirë ma si s'ka po ty navigacioni o bo budal. Që më tjetër kështu ko të vëzit, po. Edhe nejse, po qa mi bo. Ju, ti qa po ta me një. Ajo palmë se. Unë e muj me bo beqi palmë më konë. Po, jo palmë më konë, edhe rezorti ke shumë i mirë për vesën edhe për matinin, po tani ndodhi.
Tani këta patë një të mu këthy, une me vazhdu në Maldive, e kisha një panajrën për punë. Tha, din qka, tha, për në erdhëm dhe qëto, tha, qysh mu këthy, tha tash, adin? Po vime Po dhe. vina. Unë hotelin mallet pagum krejt, njët e mora një rezert, e mërshë një private speedboat me më qunë panajrë e me më këthy. U këthesha këta në plash. Jena Tash, kontria, si shansën e këta. rahat, në panajrë atje dhe shumë, ata atje po knashën. Asani as kënej, po... Unë e kështë tu kena dhimt. Që po hekim. Adin qysh, Shpesh të na është e kondër, tha. Une me qika, kur shkojna në për kongreset kësoj, une me thonë ti qika po arrim në kupton atë, Po. kjo në shkollë. Në kongres aty në për ligjerata, në për takime, këta knaqën, qill, Qyre, dikush dhe mu sakrifiku. qëre para Dikush një me botë se 2-13 pa edhe vjetëve, luft, ata ishin dikush u dasht me pi kafe. para 2-13 vjetëve dul që ky termi, edhe na tash të i përcjell trendet që apo ndodh, blazer. Dhe më thonë business edhe leisure, u do të bashku për në blazer. Edhe në nisa me promovu e sa ne më do ke interesant, për që m'gullet mu edhe edhe së më shkoj më kërkum për punë. Kjo veç pa po i ke blazer ke thonë. Vërtet. Po i ka të mirat e veta, se cilën herë që kena shku për biznes, e kena vazhdu edhe 3-4 ditë tjera për qef, ose shpesh që e lidhë dhe industrinë tonë, për qef jena shku, E keni përfitu kena përfitu në biznes, bile edhe në mujtë mjaltit mu në udhimin e parë Maldive, ku shku me bo biznes, një 2 ditë s'm ka fol, po ja kena po hajrim, kështu që Keni bu marrveshje, tha. po dhe Për me Jo përmbyll dëgjona. paka shumë bisedën tonë, sepse keni bisedë super e mire dhe e këndshme dhe relaksuse për mu të paktën. Tregomni cili është destinacioni ju i radhës? Ku e keni qit pikën? foli ona. Jo, se kena çështje privatësie, kështu që mos t'i them Është rregulla. Japonia. Japonia. Në maj, Venera është A është business, a leisure, a blazer? Blazer. Është shumë business e bërë ka Jo, leisure. Venera ka është eftume si invited speaker në një konferencë botnore në Osaka, që do të shkojmë bashkë dhe do të kombinojmë me Tokyo dhe me Kyoto. Edhe ashtu hiq pa orë ftesa për Japoni. kongres, ka qenë, si me thonë, next destination Japonia. Kështu që në maj do tjetë ky destinacion i radhës. I kemi edhe një 3-4 shtetet cilat kem qef me i vizitu. Për këtë vit, po mendon se Jo, për bucket list është gjatë, e gjatë. Për shembull që sa vjet e kena bo me shku në këtë ishujt Seychelles, Po. na kanë me të pik, e kena në qatë bucket list. Jo edhe shkani, Brazilin me pasaport që është, Po. Me pasaportat që i keni mu dhe nëse me të Se- Kosovës. në Brazili është besoj që ka me qenë edhe që kështu kombinim me... çfarë kombinimi kom për Brazil. Sao Paulo, Rio, edhe është Iguazu Falls, është një hotel në mes të kufinit, ku është kjo ujvara dhe është mes ujvarës, dhe më thonë ti qosh me ngjes, është hoteli Belmont, qosh me ngjes, dhe e shë, dhe më thonë i qela të perdë dhe shë ujvarën. Mos fol më shumë. Na Ti tha fin Japonin. Ai nështë për ju jepi materiale edhe konkurencës, po s'ka lidhja, dhe do mu mësua dhe ata dyqysh. Drejton ai këshill për çiftet e reja, për udhime, qysh mi përzgjedh udhimet, qysh mos me pas clashes kështu probleme çiftet mes veti kur të zgjedhën udhimin. Cila metoda më e mirë që e ke njeh këti? Metoda, po mëna edhe metodat si i kena zgjedh na me përvojën tonë, po edhe si këshill për trit është që, do të thonë, me zgjedh agjensionin që ka përvojë dhe që ka, do të thonë, që e kam prejk vetë atë destinacion, tash është edhe i lehtë se informacione ka shumë për një qytet ku të shkojsh,
Mirë po tash janë hapur mundësit për rinin tonë për shkak liberalizimit vizave, që u bo shumë mirë, edhe pse do të thotë na s'kem pas probleme unë e venera vajzat asnjëherë se kemi pas edhe pasaportat e Maqedonisë, por është bo mirë për qytetarët e Kosovës që është dhënë kjo mundësi, edhe ju vetë jeni dëshmitar të një fluksit madh të njerëzve që po e vizitojnë Evropën, edhe vend tjera, është që me përzgjedh agjensionin, me marrë informacione sa ma shumë, gjithçysh pej përvojës, po tham se cili për juve që u thëni, pavarësisht çifte, shoqe, kështu, me pas sigurimin shëndetësor, që është shumë e rëndësishëm, kushton shumë pak, 10 euro, 8 euro, 9 euro, po të pështon se neve na ka ndodhur për shembull me pas nevojë për shërbime shëndetësore, aplikacionet e takseve që janë Uberi, Bolti, Grabi, cilët janë 3 fish ma lirë se taksit e rregullt ose 4 fish, interneti edhe kjo është në thonë janë si këshillat që Aplikacionet, pastaj për lidhje po mandej veçanta. venera është ma shumë, do thotë i gati këtyne aplikacioneve që janë për edhe do thotë një përvojë që çiftet e reja që nuk kanë dalë jashtë shpesh është që gjithçysh duhet me marrë një atë autobusin hop-off, ku ti ka zënë këtë destinacionet me pak Nëse pare. vetë nuk mundet mi gjetë, mi ditë çka ja vlen me pa, Çiftet e reja, po. spaku ato me shfrytzu. Në për vendet në cilat nuk mrin vetë me gjetë, me eksploru, me hulumtu, me ditë çka duhet, çka vlen me pa, çka me ka përcy, mendoj që munden me marrë edhe guide, me angazhu, varësisht prej buxhetit, ka domethënë tura që janë ma të lira, grupore, ndërsa buxhet ma të madh nëse kanë edhe personale, familjare, po mos me hezitu mi angazhu, sepse në qytetet mëdha, s'di kam ja nis nashta, edhe nëse vetë s'është mësu disa herë. Edhe te buxheti, këto kisha thonë për trit, se edhe na, domethënë kemi qenë tri edhe nuk e kemi pas mundësitë e sodit që i kemi, por nuk na ka ndalë. Me qatë buxhet që e kemi pas, e kemi gjetë mënyrën me shku edhe mi pa destinacionet e ëndrave. Domethënë ekziston në gjitha vendet mundësi të ndryshme, prej për standarde të ndryshme, domethënë prej atyne ma modeste deri te ato shumë luksoze, por nuk duhet me qenë kufizim nëse ki dëshirë me pa vende të ndryshme të me botës. pas qatë komunikimin me agjensionin, për shembull m'ja shpjegu, thonë në kom buxhetin që i kaq, çka mundesh me më organizu. Definitivisht. Se ta mujnë e kanë që li për përvojës, në thonë me gjitha llojet e buxheteve ta kryojmë ti mundësinë me shku, me pa, sepse te kem ramtja në një moshë 3, kur jena që tash na veç që kemi bo, do të thonë bashkë tash 33 vjetë, veç kur jemi konë 3, nuk është më me rëndësi ku shkon nështë edhe me flejt, është me 2, 3, 4, 5, me rëndësi që ti shet njëtat gjana që i shet dhe ai që shkon për shembull në një nivel më të lartë. Po me rëndësinë që ato monumente, që ato pjesën artistike, kulturore, krejt që ato i shes sikur krejt tjerë. Pra që ato është mirë. A mendon që është, na shpesh kemi pyetje prej klientëve se kur keni oferta. Po jemi të mundu me transmetu ato që na po kemi oferta non-stop gjatë gjithë vitit, 365 ditë. Po që bashkarisht mujna me kriju gjithë shka, sepse oferta tona janë customized, janë domethënë oferta që përgatiten për individin. Për individin në bazë të preferenca, në bazë të buxhetit, në bazë të krejt. A beson që eksperiencimi në destinacionit mundet më bo në mënyrë shumë më të mirë kur është e bën në mënyrë pavarur edhe e bën individualisht?
a me grupe? Na nuk kem përvojë. Unë e Venera, unë me thonë, me vite nuk kem përvojë me oferta, as me grupe, për shkak se punë tona neve nuk na japin qatë komoditet. Sepse ato janë me data caktume, janë të mundimshme me autobusa, me dyshme për shtata në gjendës tëne, mandej hotelet, unë e di fëmijët kur po shkojnë tash në për ekskurzione, po dëshpërohen. Shumë piqojnë periferit Milanos 20 kilometra, piqojnë në hotelet këqia, aty do këtë si kosto kështu e ullë. Pavarësisht asaj, pra po thomë, neve nuk në lënë, se Venera sot terminat, për shembull në ordinancë si ka deri në prill në zonta, unë e thomë veç gjykimet e kanë kalu shkurtin, hala s'kan dalë mars, po e kanë kalu shkurtin, tash shpejt mushët edhe këto, pra nuk mujna na diçka të pa planifikuar, nuk mujna me për shtat na ofertave të cilat i ka, besoj që edhe shumë njerëz të cilët punojnë diçka, kanë një fat pune nuk mujnë mi përcjell. Po ma mirë është diçka individuale, që të përshtatët specifikave të tjetër, edhe kur jem në oferta grupore, aty në grup, sepse shumë mati s'kemi qenë, po qatë herë shumë mati që kemi qenë, shumë tri, nashta 20 vjeti kemi pas atëherë, kur kemi qenë në qato udhëtime grupore, është dhe më thonë, e hub kohën katë. Mu ka pas ra një herë në një qështu udhëtim, në një market e hupën gjysën e ditës, se shumica lypshin me shku në market. Edhe ai grupi ka një marrëveshje me atë. Edhe ai sigurisht ka marrëveshje me atë marketin, e ty do këtë që ta vjedhën atë gjysdite që s'munësh me pa qa ke dasht me pa. Edhe për që ato individuale definitivisht janë ma të mira, dhe unë mendoj që duhet buxhetin mja treguti agjensionit, nashta me qatë kosto, që e ki dika ofertën me grupore, ta bën edhe ty, po ta bën individuale edhe t'i shkon ishe që ato që po dash, nuk varësh prej dëshirave t'jeve. Na kemi një sfidë se Astravel është pozicionu me një rang të shërbime kualitative. Edhe sfida kryesore me klient është krahasimi produktit. Shpesh na vinë me disa oferta grupore, po thëmë për Tajland, cilat përveç që nuk janë kategori e njëjtë hotele, deri një ditë para se me flajt në hotel nuk e din atë cilin hotel ki me flajt. A i shëtëkon një të gatshëm me pagu 5 deri në 10% ma shumë pako, po mos mi pas të lloj problemeve dhe edhe mu kon siguria në rend parë, para çmimit, qysh edhe po ndikon, unë e po shoh domethënë te audienca, çmimi është primar që prej eksperiencës tem, po besoj që është mënyrë e gabumeve perceptu një produkt, pas parasysh që ka përmbajtje të ndryshme, ka shërbim të ndryshëm, ka suport të ndryshëm. Amor, unë kohën e kam gjanë ma të vlefshme në jetë, edhe mas fëmijëve kuptohet, edhe e kam shumë të vështirë me gjetë kohën me shku në një udhëtim për qef. Për kongrese është diçka që e kam në kuadër të punës, kongrese, konferenca. Mirë po, për pushim, për qef, me eksploru një vend të rritë botës, e kam kohën shumë të limitume. Edhe nëse qatë kohë për një 10% bëjt si krima e uli atë knatësin, kvalitetin, sigurin, është gjëna. Dhe më thëmë, koha ku pe kalën që ato është ma e rëndësishmja, e pastaj qysh me kalu që ato duhet prej ekspertëve. Që dhe eksperienca, përvoja tani ta bën këta. Herën e parë shkon, e shet që po hup ko, që në hotelet janë periferi, një orë gjysë, për ma që hargjon taksi. E shem të herën e dy, tani perfekcionan, tre për Po dhe këtë njëri edhe i filtrani agjencionet. Tash unë e duna me cek që njëta mënyrë ndodhe prej anës tonë. Nështë tanë prapa vi, edhe na i kemi një klientel cilën e filtrojna, se për shembull nëse ti don me shku me një destinacion që është Serengeti, do në menet në hoteli luksoze, edhe thu, po këshire se 100 euro pi kursene se kështu, te e kupton që nuk është koherent, do më thonë, nuk janë ato folë për mindset njëjtë.
Edhe shumë e rëndësishme domethënë mu match që kjo edhe thjesht nështë edhe që kjo kimi që u bu për shkak të mindsetit, që pushimi është shumë i rëndësishëm, edhe duhet mu bu pi personave që kanë eksperiencë dhe janë profesional të fushës. Vërtet shumë. Edhe thashtë edhe pak më herët që vlen për çdo profesion. Jo vetëm për këtë. Jo veç për profesionin e... Tash e keni të do të letë me folë se jem klient të dhone. Jo, për shembull na kena pas raste kur kema marrë agjencion për riformatim për shembull poliklinikës, ata janë habit për shembull për çmimet e kanë thonë jo, duhet më bëu dallimin. Se kur je profesoresha e vetme në Kosovë dhe je endokrinologja parë, je ligjëruese në këtë botën e je ndër 5 mjekë që bën laserin e gjandës tiroide, botë që s'mund të marrë me 20 euro kontroll. Sikur tjerë. Edhe e rri çmimin e bën edhe tani nëse vjen vetëm ai që ti ka mundësi edhe që të vlerëson, që e vlerëson. Edhe në avokaturë, për shembull, unë këta partnerat e mi keshin me mua kur i them që do të njëti orë, po do me marrë Lamborghini me parët Fiatit. Për Fiat, tjetër kun, për Lamborghini. është shumë në rëndësime u bu diferencime. Po, definitivisht që... Do mu bu diferencimi, besoj që shumë është të rëndësishme, të dy anë, do më thonë vlen kjo. Po për profesionet reja, si për shembull që është profesioni jam endokrinologji, do më thonë si endokrinologji subspecializimi rishtak, do më thonë viteve të fundit, vështirë akseptohet prej populatës gjonë, mirë po asone nuk kisha ditë me mendu në këtë mënyrë, as ju si agencion në industrinë e juj nuk kisha ditë me mendu në këtë mënyrë, pa të tregu dikush. Unë kom angazhu, do më thonë agencion, që mirët me menaxhment shëndetësor, me ma riformatizu poliklinikën, edhe ata më kanë mësu. Jo që e kom ditë, për vetën. Jo që e kom ditë. Kështu që edhe në industrinë e juj, ka dallime edhe... Në herë edhe fokusi shumë punë nuk ta lën edhe me pa anash se... Qashtë. Por që ato edhe që kjo thonë që when you are in doubt, zoom out. Edhe automatikisht e shë një fotografi shumë advarë. Besoj që dhe udhëtimet ta mundsojnë që të zoom out, që ti me pa dhe më thonë se çka po ndodh. Venera dhe drejtoni ishte kënaqësi me ju pas në epizodën e parë, edhe po besoj që keni jap tepër shumë audiencës informacione prej nga më të ndryshmeve, pra për udhëtime dhe jo vetëm, dhe keni qenë frymëzim edhe për çiftet e reja, por edhe për të gjitha kategoritë e audiencës. Unë ju falenderoj shumë që ndohat kohën e juaj të vlefshme sot me neve, edhe ju uroj gjitha të mirat, edhe shihemi në udhëtimin e radhës. Faleminderit shumë nëse më kishin thonë zgjedhë kënë po don me ftu që me dalë emisioni parë më i mirë, unë s'kisha ditë, po kështu na keni ra bingo. Shumë faleminderit që keni gjetë kohën, me nda eksperiencën, me nda përvojat personale, me neve dhe gjithë tjerë. Faleminderit edhe për juve, ishte kënaqësi që sot me nda kohën me juve, për çka dhe ju falenderojmë edhe juve për çka krejt që i përmendën që jeni pjesë udhëtimeve tona, dhe do ta kisha përmbyll me një si më thonë, me një moto që cilën e kompanjen një prej hotelit gjatë udhëtimeve që shkruajke jeta nuk ka reprizë. Pra, kjo është një moto cila neve na udhëheq mu e Venerën në jetë tonë që na, do thonë, nuk kthehem o këto kohëna, kjo është ky shëndet ose kjo i kohë e sotshme. Si të te ke bo që me shti me shku destinacione të reja, që mos me shku reprizë Turqisë. Faleminderit. Ishte kënaqësi me qenë sot në podcast, sikur që është kënaqësi gjithmonë me u shoqënu me juve, Vesa dhe Flamur. Shumë faleminderit. Ky është vetëm fillimi i podcastit As Travel, epizoda e parë ku patëm mundësi me dëgju përvoja, eksperienca të shumicën rastet të bukura, edhe ndoshta edhe nëse mujmë thonë probleme që ndodhin gjatë udhëtimit, po të cilat të dyja të kanë një impakt pozitiv
në formimin e secilit person edhe ka një impakt pozitiv në informimin e audiencës për vojat. Ky ishte pra epizodi I parë, mos harroni me na ndjek në epizodin e dytë dhe mos harroni me shpërnda këtë epizod dhe këtë podcast me miqtë e juaj, cilët patjetër se kanë frymëzuar me gjitha këshillat edhe detajet që ka përfituar na deri tash. Shihemi në podcastin e radhës.